në Europë, është një federat me kushtet jashtëzakonshme. Unë ditë them këte, mas ndeshjes që patëm në Wembley me Anglinë, dhe ndeshjes që patëm me Francë. Në Wembley ishim bashkë. Po, edhe ndeshjes që patëm në Francë, në Parc de France me Francën. Unë i thash president, pse mos të bëjmë dhe ne këto. Kur pash klinikën e fizioterapisë, kushtet e Po, edhe e kanë bo. Edhe direkt sa erdhëm, hajde flasim, si do bëjmë. Edhe direkt kemi ullë, jemi shkrujt me stafin, me njerëz që vende, vite vetë Armando, ku jemi, derisa realizohesh bërë një klinik dhe një qendër shtëpia e futbollit për të pas dili. Nuk i le mangut as i gjohe jashtë. Jo, nuk i le mangut as i gjohe. Biles është më të mira se shumë nga ato që ka në Europë. Tash ti po bën dhe fushën lart, do bëj dhe hotelin e sportistave. Pra, nuk e di çfarë të më mirë s'ka. Po në një moment vështirë me në elitar që ke pas kjo është vrau. Momentet vështira, më tepër, ja përcjellshëm më tepër edhe këto çunat e ri, fizioterapistë, sepse këto kishin gjuhën e përbashkët me çunat, por fillimi i Armando Brojës ka qenë i vështirë, se ka qenë, si ta them unë, pak më i veçuar, më i vetmuar, nuk arrinin ta kuptonin, donin ta ingranonin lojtar fantastik me potencial shumë të madh. Me potencial shumë madh. Me veti fizike, me dona, gjitha nuk e di, mos marr vesh shumë nga futbolli, por ishte ai se ti kur që t'japësh me këtë duhet gjesh edhe veten brenda një komuniteti. Se ti më pyete pak më parë pse s'neta në Amerikë. Kur mund merresh edhe $200,000 në vit. Por nuk gjeje veten, nuk isha i mbushur. Nuk ka, thonë amerikanë se nisa me thonë, nuk ka rëndësi si jeton, nuk ka rëndësi ku jeton, si jeton. A ki e knaq me jetën? Nuk je i knaq dhe isha bosh edhe nuk më hyshin sy paret. Për para asaj gjendjes somatike, emocionale që mi... Po edhe atë vlerën që ke këtu e... Si për shembull, se sot Reali me Liverpoolin, si tha Kloppi, tha Alexander Arnold kur iku ke Liverpooli, atë do marrësh më shumë parë, tha. Po legjend nuk do të bëhesh sa si që e legjend Liverpool. Kurse një italian nga këta të famshmit e Dubajit, s'po ja them emrin se është një nga më pasanikët aty, më ka thënë një fjalë që më ka ngel në mendje, edhe ishim grup aty kur e tha, Arjan dha, mbasi provoj terapinë 2 herë, bëra ato konsultat, ato anamnezën time dhe rehabilitimin, unë kam provuar në gjithë botën tha terapi. Ti je një peshka qenë tha që i ka ardhur nga një vend i vogël tha 2 metra tha. Po mos harro tha që dal në oqean tha do bësh 200 metra. U knaqa. Shumë e bukur. Se më vlerësoj edhe s'pa